Përshëndetje, me që sot në gjendin karrota në shtëpi, do të bëjmë një role me karrota. I grim 4-5 karrota të mëdhaja dhe i vendosim në tigan me pak të gjalp, pak krip dhe piper të zi. Do t'i kaurdisim lehtë dhe do t'i lëmë veçantë që të ftohen. Pasi ti gati, do të shtojmë 2 të verdha vezësh në tasin ku janë karrotat e ftohura, jo shumë të nxehta. Mëtej në tasin tjetër do të rajmë 2 të bardha të vezëve. Pasi të jetë formuar e tillë masa shkumoze, do t'i bashkojmë bashkë karrotat me këtë shkumën e bardhë të vezëve dhe pasi të bashkohen bashk, do t'i hapim në një letër furre mbi një tavë në të cilën do ta pjekim. Të jetë e hollë, një stres e hollë e tillë për rreth 20 minuta me temperaturë 180 gradë. E lëm të ftohet, e ndërkohë përgatisim pak salcë kosi, pak gjizë dhe pak majdanos. Lyhem kështu me salcë shtresën me karrota dhe e mbledhim role, e lëm të ftohet dhe e presim në copa të tilla. Si u duket si recetë?